është një nga format më të shkëlqyrat protestave që ti sugjeron, ju siguroj se në këtë betejë ne do konsiderojmë të gjitha format e protestave. Strategjia dhe mund të ndryshojë, por protestat do vazhdojnë. Do vazhdojnë si rruga e vetme për të dëshmuar shqiptarëve se ne spajtohemi kurrë. As nuk trememi, as nuk fiksohemi, as nuk mposhtemi dhe nuk pranojmë kurrë qëndrimin e kësaj organizate kriminale ndaj shqiptarëve. Ne kemi shpallë kryerritën paqësore si motivin ton. Ne jemi kundër dhunës dhe jemi të bindur se kjo është rruga më e sigurt drejt realizimit të qëllimit ton. Kërkon durim, por kërkon persistencë dhe rruga më e sigurt.